Spektakli Ferma VIP 2 ka hyrë në fazën më vendimtare të lojës, teksa gjysmëfinalja e transmetuar mbrëmjen e së hënës solli emocione të forta. Në vetëm pak ditë deri në natën finale, fati i 4 fermerëve qëndronte në balancë, ndërsa publiku mbante në dorë Chelsea në vazhdimsi së tyre në garë. Elinara dhe Andrea ishin dy konkurrentët e parë që u përballën në një televotim kok më kok, ku vetëm njëri prej tyre do të vazhdonte garën për çmimin e madh. Elinara. Pas një rrugëtimi emocional dhe me përballje të forta, Elinara u largua nga gara si pasojë e vendimit të publikut. Dhe uroj gjithsecilit nga fermerëve. Menjëherë pas eliminimit të saj, loja mori një tjetër kthes të rëndësishme. Andrea, Andueli dhe Ylli u vendosën sërish në televotim, këtë herë për të përcaktuar se kush do të ishte finalisti i 4. Anduel! Rezultatet zbuluan se Andueli, me mbështetjen më të madhe të publikut, siguroi vendin e tij në finalen e madhe të 20 qershorit. Por gara nuk përfundoi aty. Tradita e formatit shpesh ka kërkuar që sfida të përcaktojnë drejtimin e lojës së fermerëve. Në një përballje të fortë mes Yllit dhe Andreas, ky i fundit arriti të dalë triumfues duke u shpallur finalisti i 5 i këtij edicioni. Në këtë mënyrë, mozaiku i 5 finalistëve tashmë është i plot. Big Mama, Big Basta, Erandi, Andueli dhe Andrea janë emrat që do të përballen për çmimin e madh. Vendimi i cili do të jetë në dorë të publikut sërish pas një televotimi të hapur nga moderatorja Luana Vjollca. Hap zyrtarisht televotimin. Votoni për fituesin. Një tjetër moment i veçantë i kësaj mbrëmje ishte padyshim rrëfimi emocional dhe plot humor i kryeplak Albano Boktos, i cili solli në skenë kujtime nga përditshmëria në ferm, duke sjellë të qeshura, reflektime dhe emocione të sinqerta. Se i pashëm dhe se i parezistueshëm. Çfarë kam bërë nuk të jetë? Pas më shumë se 2 muajsh sfidash, debatesh, miqësish të reja dhe përballjesh, finalja e 20 qershorit do të vendosë se kush do të jetë fituesi i edicionit të dytë të Ferma VIP. Ju dua. Natën.